Rikthehemi edhe një herë së bashku. Dhe është momenti tani për të mësuar se kush do të largohet nga televotimi që kemi pasur të hapur gjatë këtyre 4 ditëve dhe që e mbyllëm në nisje të episodit mes Mirit, Eugenit dhe Selin. Shkojmë në shtëpi. Atëre, e jam sërish me ju dhe është momenti tani për të mësuar emrin e personit që do të lërë shtëpinë mes Mirit, Eugenit dhe Selin. Ju lutem të ngriheni në këmbë me kurriz nga ekrani. Mangesët në fyt. Të bëftë mirë, Miri. Faleminderit. Më falë. Do vish dhe ti stenat, hajde. Hajde se mas është me thjesht. Ja, mirë. Është më vështirë. Po ta provojmë, ta shohim. Mjaft, do ta provojmë, do vi dita. Nëse e kemi zarfin, ju lutem me mirëpresim në studio. Faleminderit Afjon. Atëre. Publiku ka vendosur që mes Eugenit, Selin dhe Mirit, banori që duhet të lërë me njëherë shtëpinë, duke humbur kështu mundësinë për të vazhduar garën për çmimin e madh, është Eugeni. Eugeni, më vjen keq të pres në studio. Erdha. Urime Selin Mirit. Faleminderit. Wow, talësh. Vetëm i miq. Me suksese. Edhe, të pasur tokës. Ti bashkë tokën. Po, sot pa jashtë. Atë porosin. Bie. Kënaqësi edhe për mua, suksese për te. Dalë shumë. Malo. Hajde. Mesazhet janë vëllai. Edhe për mua. Suksese. Faleminderit. Mos harroj imitimin, ha? Mos mërzit. Ma, morë vesh. Direkt, a ke? Kamera. Like. Bella, edhe më. Shumë nësi. E ishën dizvajtëm? Suksese. Shëndet. Ishte kënaqësi të më gjitha të mira. Ciao. Ciao. Më bën Allah për që të shko. Wow, talësh dhe më. Restorant. Të? Eugen Plovishti përcjellet me duar trokitje nga shtëpia Big Brother. Ju lutem banor mbylleni derën. Angelo, e di që ishe lidhur shumë me Eugenin gjatë këtyre ditëve. Po. Preferoj të mos flas nëse është e mundur. Je i ngarkuar apo jo? Po. Brikena, ti gjithashtu ishe disi e keqardhur, ke patur mundësinë që të flasësh me Eugenin gjatë këtyre ditëve, deri diku, si me thënë, nuk e di, a ndjesh përgjegjëse apo?
Lidion, unë kum fol me Eugenin edhe më vjen shumë keq që doli Eugeni. Unë e di që Eugeni nuk e ka pas me tendencë të keqe se kum fol me Eugenin jam sqaru. Shpresoj veç inshallah ma bën halal dhe nuk menon që unë kum thonë ai fjalë veç për me nxirr keq Eugenin ai gjon, thjesht jam shpreh ashtu siç jam ndjemu shpreh, edhe në ato momente jam një keq, po thjesht po më vjen keq se nuk e ka merituar me dalë në këtë pikë të lojës. Selin, ti gjithashtu ke qenë shumë afër me Eugenin, sidomos në ditët e fundit. Po, kam qenë afër me Eugenin që nga dita 1 që Eugeni ka qenë pjesë e shtëpisë dhe e kam thënë shumë herë me shumë banor që më dhem shumë fakti që unë dhe Eugeni ndodhemi në një nominim dhe ndihej që ishte më të rrezikuar se sa mire. Dhe më vjen shumë keq që loja ti mbaroi këtu. Lore? Më vjen keq që kemi humbur një nga njerëzit më të gëzueshëm të shtëpisë. Kam qenë unë shumë e afërt, kam darë dhe një eksperiencë tjetër me Eugenin, edhe mendoj që do i mungoj shumë humori i tij dhe pozitiviteti shtëpisë. Vjen shumë keq. Kristi? Është e shtëpisë. Pse në tje që për qajmë? Unë kam darë nga gjërat më të thella me. Nuk e di. Okej. Po ju lë pak me njëri tjetrin, ju lutem më mbyllni lidhen me shtëpinë. Kështu pra, pas daljes beft Stines sonte në nisje të spektaklit, Eugeni Plovishti lë shtëpinë përfundimisht. Një aventurë e cila për të do të ishte ndryshimi i jetës, jo se jetën jashtë, siç ai thoshte, nuk e ka të bukur, por për faktin se Big Brother ishte një përvojë që do e mbushte me energji të reja për të bërë atë që ai bën më mirë. Brenda shtëpisë ka qenë gjithmonë një motor i jashtëzakonshëm i energjisë së mirë, ndonjëherë edhe duke e tepruar disi. Nuk e di, Monika, je dakord me faktin që ka qenë gjithmonë energjike dhe gjë e mirë, po ka bërë dhe nga këto emocionaliteti duke qenë një aktor i portokallis, normal humori, batuta që njerëzit e kanë gjithmonë e shikojnë në këndvështrim. Jo të gjithë e kanë, se ndonjëherë aktorët e humorit janë njerëz të mërzitshëm në tavollinë. Patjetër, por Eugeni ishte aktiv, ishte pozitiv, edhe mosha është bën të vetën, nuk diskutohet që e ka ato, por kjo nuk është fundi botës, ai. Jo, për është edhe ajo që Brikena tha, unë ndihem pak si nuk ndihem, më vjen keq që ndodhi për këtë rast. Ai me atë të vetën donte të bënte lojën, donte të jepte njerëzve, domethënë lojë, donte të jepte atmosferë, donte të jepte edhe një lojë, por nganjëherë tash duhet parë në një këndvështrim se si shikohet jashtë dhe duhet të mirë kuptojmë dhe ne ata që janë atje brenda. Do e mirpresim me një duartrokitje të fortë në